الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, të falenderojmë Allahun, Zotin krijuesin e botrave. Mirësitë dhe bekimet e Allahut qofshin mbi dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtarë që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Atëherë, duke i lutur Zotit na dhurojë dije të dobishme, na mundsoj vepra të mira, e të na furnizojë me furnizim të pastër dhe halal. Duke i lutur Allahu xhela xhelalu që të jeni për atyre njerëzve për të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, sa herë që besimtarët ulen në vende ku përmendet Zoti, ku lexohet Kurani, ku merret ose jepet dija, Allahu derdh mëshirën e tij, njerëzit përjetojnë qetësi shpirtërore, e me lajket i mbulojnë me krahët dhe me flatrat e tyre, e Zoti i madh, siç janë tokë përmendet ku është ai, e kur çohen nga tubimet e tyre, nga takimet e tyre, një zë thret nga qielli çohuni se Zoti u ka falë gjunahet, gjithë ato kësijat, pra mëkatet që i kemi pasur, Zoti u ka kthyer në sevapet, qofshin ne pjesë e kësaj mirësie të Zotit. Atëherë le të shohim me pyetjet të cilat kanë ardhur, janë me shoh afërsisht 50 sa pyetje. Kjo nuk përjashton faktin që nëse ndonjëri ka një pyetje që i vjen ndonjë pyetje, mund ta bëj pa merak. Përshëndetje, Hoxh thotë, përshëndetje. A duhet t'i vendosësh lek në xhep njeriu përpara se të varroset, pra mbasi ka vdek, që na eci mbar? Kjo është besytni. Besytni, pra ti fall e plakash, dhe ne muslimanët nuk merremi fare me këto gjëra. Nuk merremi fare me këto gjëra sepse ne jemi, si më thënë, është pjesë e besimit tonë, është pjesë e doktrinës tonë që jemi kundër çdo lloj besytnie. Dhe kjo është një besytni që ne jemi kundër saj, nuk e pranojmë, e refuzojmë, dhe kemi drejt që në rast të tilla themi larg po dallojmë, sepse me të vërtetë është problem shumë i madh për iman afër. Desha të bëj një pyetje, thotë që a mundem prej vitesh, desha të bëj një pyetje që më mundon prej vitesh. Po, nëna ime nuk jeton prej 7 vitesh dhe pasuria që ka lënë është shumë e madhe. Nuk do të jena vllai thot, por kjo pasuri, nga kjo pasuri vllai nuk më ka dhënë asgjë dhe më thot mua më takon gjithë pasuria sepse unë kam mbajtur prindrit. Po sipas ligjit edhe vajza merr nga pasuria që ka lënë prindi. A më lejohet që në këtë rast ta kërkoj të drejtën time nëpërmjet gjyqit? Lejohet në këtë rast, normalisht, sepse pasuria nuk është vetëm e djalit. Djali e ka mbajt, ka shpenzuar, Zoti është përbleft. Për këtë arsye sheriati i ka dhënë djalit sa fish? 2 fishin e vajzës. Pra, kur Zoti më ka thënë që djemt marrin 2 hise dhe vajzat marrin 1 hise, ka parashikuar pikërisht këtë faktin që djali është ai i cili kujdeset për prindërit e si pasojë takon më shumë. Po në asnjë mënyrë nuk i lejohet muslimanit, besimtarit, që ta nxjerrë motrën e tij pa hise, sepse këtu s'ka më islam. Jo vetëm islam s'ka këtu, po s'ka as njerëzillik. Pra njeriu me këtë lloj sjellje unë nuk e di se çfarë mund të quhet dhe se çfarë është. Por me islamin nuk ka lidhje. Pasuria e prindërve që kanë ndruar jetë është të gjithë fëmijëve, siç i ka përcaktuar Allahu në Kur'an. Kështu që sugjerimi im është që ti ta hedhësh në gjyq, është e drejta jote që të marrësh akun tënd, por ti do të marrësh 1 hise e ati do t'i lësh 2 hise. Pra pasuria do të ndahet në 3 pjesë, vllai jot duhet të marrë 2 pjesë dhe ti do të marrësh 1 pjesë. Problemi është se gjykata ta ndan barabartë. Ti bën llogarinë dhe nga pjesa jote që të takon me ligj, po të takon me fe dhe me besim, ja lën vllai. Po unë du vetëm kaq. Unë kërkoj vetëm kaq.
Unë dua të hap një channel në YouTube për shpërndar leximin e Kuranit nga imamët e Qabës, por unë dua që videot t'i marr nga një faqe zyrtare e tyre, por doja të pyesja a është haram që unë ta bëj këtë sepse kjo mund të quhet vjedhje. Nëse ata kanë lënë të lirë, është e lirë. Nëse ata kanë kufizuar, mos e vrit mendjen se YouTube pa kalu 38 sekonda ta bllokon. Një herë ta bllokon, 2 herë, herën e tretë, selam aleikum, aleikum selam. Ikën kanali në heret, zhduket. Jam e fejuar, po me këtë person që jam fejuar, kam shumë probleme, më injoron, më ofendon, madje gjej shpesh që flet me femra të tjera, edhe pse më ka kërkuar falje, e përsërit, prap më injoron, prap më ofendon. Mendoj që derisa jeni të fejuar, është fat i madh ta zbulosh njeriu në kohë fejese. Është fat i madh ta zbulosh njeriu në kohë fejese. Se merr mend të zbulosh karakterin e një personi mbasi ti je martuar me të, që të ofendoj apo të injoroj apo të flasin e femrat tuaja. E rëndësishme. Unë mendoj që jeni në një fat jo motër, jeni një fat të madh që jeni në kohë fejese, që s'keni bodasën. Unë do të këshilloja si më poshtë vjen. Ullu me të edhe ndaj gjërat, qartësoj gjërat, fut prindërit e ti në lojë, fut prindërit e tu në lojë, në mënyrë që këto gjërat mos përsëriten edhe mos të ketë më situata të tilla. Nëse personi pastaj vazhdon prap, atëherë, si më thënë, më mirë një dhimbje me fund sesa një fund pa sesa dhimbje pa fund, po. Më mirë një fund me dhimbje sesa dhimbje pa fund. Në shkruaj që këtë që më ta mësojmë për mend. Më mirë një fund me dhimbje sesa dhimbje pa fund. Nëse shohim pikat kuqe si të kafta, në të brendshëm kur zgjohemi nga gjumi, pra nuk jam në kohë menstruacionesh dhe nuk ka lagështirë, a duhet që të marrin gusl? Jo. Nuk ka pse të marr gusl, s'ka nevojë. Jam në muajin e 9 të shtatzanisë dhe doja që të pres flokët, po nuk më lën mami se thot është keq, si mund t'ja bëj? Mami, ka filluar mami t'i jap fetva online, fetva free. Allahu xhelalu nuk na lejon neve që të besojmë në këtë lloj besimnish, as i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam, kështu që prerja e flokëve për gruan shtatzën është në dëshirën e saj dhe bashkëshortit të saj. Pra nëse me burrin bini dakord, bëj çfarë dush me flokët e tua, ka absolutisht tolerancë. Nëse ky muhabeti që s'bën është keq, u dëgjon thënë gjitha prralla, ose thënë ndryshe, siç ka thënë i moçmi, larg budallëve. A është e lejuar që femra të vendos për mehr që burri i saj t'ia mësoj leximin e Kuranit arabisht me tajwid? Very nice. Bravo. Pra femra kërkon për dhuratë martësore që djali t'i mësoj asaj Kur'anin në arabisht me tajwid. Ky është mehri më i bukur që mund të dëgjosh ndonjëherë. Femra në rastin e nikahut ose si më thënë kurorës ose celebrimit fetar mund të kërkojë çfarë dojë. Kërkesa më e mirë është që të kërkojë islamin e burrit ose djalit me cilin do të martohet nëse ai nuk është musliman. Kërkesa më e mirë është që të kërkojë namazin, nëse ai ka probleme me namazin. Kërkesa më e mirë është që nëse ka ndonjë haram të dukshëm ai nga haramet e mëdha, t'ia vësi kushti im për martesë është që të heqësh dorë nga filan mëkat, nga X gjuna. Pra, ky është kushti më i mirë, kjo është gjëja më e mirë. Ja për shkak se thotë kjo motra këtu, a lejo t'ia vësi kusht që të më mësoj Kur'anin, ta lexoj arabisht me tajwid. Mashallah. Ky
Ky quhet mehr i bekum, ose dhuratë martesore e bekuar nga Zoti. Ky i Kazakistanit vazhdon të marrin telefon. Nëse duhet në Kazakistan tani po falin sabahun, e ky tipi ose ka falë sabahun thotë bëj bisedë me hoxhën, po unë s'kam ndërmend me hap telefonin sepse jam mësim. Po edhe ky mashallah, siç ka dorë. Motra ime ka dështuar kaq fëmijë dhe Zoti ka dhënë dhe fëmijë të tjerë që po jetojnë. Kanë shumë dëshirë të kenë një djalë, por Allahu s'ka dashur t'i japi djalin deri tani. Ama familja e burrit po flasin shumë keq për motrën time sepse ajo nuk bën djalë. Do doja të bëja një pyetje, është keq nëse e bën me formulë fëmijën e radhës që të jetë djalë? E para, familja që akuzojnë nusën se s'bën djem, duhet të shohin avdallin e tyre. Se ka fajin nusja o njerëz, ka fajin avdalli juj, stakfirullah, fajin se ka askush se fëmija është dhuratë e Zotit, po. Këta njerëz të çmend. Pra, njerëz të çmendur, thotë ka fajin nusja pse s'bë çun. Ndërkohë që Zoti thotë, bashkëshortet tua janë ara juaj. Kështu që të mielësh misër, të presësh grur, vetëm një çmend mund të kërkoj kështu gjonash. Si këta, si ky grupi këto, si kjo familja. E rëndësishme, a lejohet që përdoren formula, nëse është diçka e natyrshme, bio, nuk ka asnjë lloj problemi. Për shembull, ku dëgjon thonë në filan ditë, mbas asaj, të ushqehet me kështu, të ushqehet me ashtu, të rrotullojnë atë që quhet mitrën, shko filan plak, rrotullon mitrën. S'ka asnjë lloj problemi fetarisht. Derisa s'ka ndërhyrje përcaktuese. Që të shkojë siç bëhet, për shembull, shkojnë e bëjnë in vitro dhe e përzjedhin gjinin. Kjo nuk lejohet në Islam. Përndryshe, këto metodat bio, natyrale janë të gjitha halal dhe të lejuara. Por duhet ndryshu koncepti. Nuk është faji tek nusja, është faji tek, si e kishte emrin ai, tek avdalli. Avdall faktikisht është nga fjala Abdullah. Bëja me dhën ndrohen, edhe nga Abdullah i kanë thonë Avdullah, edhe nga Avdullah Avdall. Thonë, kështu që edhe këto ta kërkojnë ka avdallin, muhabetin. A është e vërtet se fëmia duhet të thras nën në vend të mami? O Zot, na ruaj mend të kokës. Nan, jo mami. Nan, oj loke. Oje. Për çfarë lidhje ka kjo punë uri dhe? S'janë rregull për Zotin. Interneti i ka dëmtuar njerëzit, pasojat ja. A është e vërtetë se fëmia duhet të thras nan në vend të mami? Para bish që s'ka nan fare fjalë, i thonë. Nën, mami, i kuptim. S'ka më, nuk bëhen këta njerëz, nuk bëhen. Inshallah do bëhen, po atë si shaka. A vetëm ditën e Bajramit nuk punohet apo edhe 3 ditë të tjera pas? Jo, më mund punosh edhe ditën e Bajramit, s'ka lidhje apo. Nuk është haram me punu ditën e Bajramit. Po zakonisht ditën e Bajramit njerëzit gëzojnë, argëtojnë, dalin me familjen, vizitojnë njerëzit e tyre, etj. Po nuk është haram edhe për ditë Bajramit, po nuk është haram. S'ka lidhje me haramin. A mund ta kuptoj Rukixhiu që ne jemi të prekur nga mësyshi, magjia apo sihri, apo nëse ai e përcakton se çfarë ke, do të thotë se është i lidhur me xhindët? Jo, s'ka lidhje. Rukixhiu ty të kënon ajetet e mësyshit, reagove, do të thotë se ke mësysh. Të
Këno e jetet e mësyshët dhe nuk reagove, do të thotë se s'ke mësysh, por reagove të ka jetet e magjisë, do të thotë që ke magji. Se reagove, as ka jetet e magjisë, as ka jetet e mësyshët, por reagove të ka jetet e smirës. Do të thotë se ke smirë. Reagove të ka jetet e diturisë, do të thotë se ke problemin se je shumë mirë me dituri. Reagove të ka jetet e bukurisë, do të thotë se ke nga bukuria. Reagove të ka jetet e pasurisë, do të thotë se ke në pasuri, prej pasurisë. E tjerë, pra nuk ka të bëj këtu bashkëpunim, as zbulimit fshetës. Është si puna asaj që merr doktori analizat, edhe thot, ti je me diabet. Po çfarë ditë fshetën doktori? Jo më ka pa aty që ka shku 200. Esull 200. Çdo thot esull 200. Do thot se e ke marrë rrugën, e ke fillu autostradën. Në rregull? Kështu që s'ka këtu as bashkëpunim me xhin doktori, as bashkëpunim me shejtan. Ka pa letrat. Edhe rukëxhiu, se reagon ti tek mësyshi, do të thotë që s'ke mësysh. Reagove tek magjia, do të thotë që ke magji. Nuk është se rukëxhiu patjetër duhet të jetë se e di si është puna, njerëzit shkojnë nga ekstremi në ekstrem. O e shohin rukëxhiun sikur me qenë zëri i Zotit në tokë, thotë që ka fol Zoti kur fol rukëxhiu, ose mohimi i rukëxhiut absolutisht. Jo më është mesatare. Rukëxhiu flet me argumenta të asaj që lexon, që kënon. Rukëxhiu është problematik kur të thotë ty sa të shef. Pas ke kështu. Ti i largoju këtij se ky është nona. Ky të fik derën. Rukëxhiu thotë më sill fotografinë, se e shoh nga fotografia. Ky të fik derën. Ky të bën gjemën. Ose rukëxhiu thotë më jepi çik ditëlindjen, emrin e babit dhe emrin e mamit. Ky të than. Kështu që s'ka lidhje ai muhabet. Kam lexuar se për të vdekur nuk bën me thon rahmetliu ose rahmetlia. Po çfarë themi? Rahmetliu do thotë i vdekmi. Ose e vdekura, i vdekuri ose e vdekura, rahmetliu, do të thonë i past rahmet shpirti. Jo se tani këto shkencëtarët thotë rahmetli, do thotë i mëshiruar nga Allahu ose e mëshiruar nga Allahu. E ku e ditë se ky është i mëshiruar? Ky mund të jetë i dënuar i Allahut ose e dënuar. Kupton ti çfarë njerëzish me fjalë? Kupton ti sa thellë, sa thellë kanë hyrë këto njerëz muhabetit apo që s'ka shkencëtari i Islamit i këtë hyrë thellë muhabetit. Thuhet edhe për respekt, ti nuk po flet gjykimi i Zotit për këtë person. Rahmetliu. Respekt. Si do të thoshte azabliu? Pra rahmetliu. Pa ka ngel nga fjala rahimahullah, kur vdes një musliman, në të gjithë botën islame, nga koha pejgamberit alayhis salam deri më sot thuhet rahimahullah. Për pejgamberin çfarë thuhet? Alayhis salam. Për sahabët çfarë thuhet? Radiyallahu anhu. Mbas sahabëve deri më sot çfarë thuhet kur vdes një njeri? Rahimahullah. Çfarë do thotë shqip rahimahullah? E pas të mëshiru Allahu. Nga kjo ka ardhur fjala rahmetli. Rahmetliu, rahmetlia. Pa me kuptim e pas mëshiru Allahu. Po jo gjykim i mëshiruari nga Allahu. Jo, nuk e ka atë kuptim, e ka kuptimin Allahu e mëshiroft. Ka kuptimin Allahu e mëshiroft. Po mirë, si do i thosh për shembull? Azablia. Azabliu dhe azablia. I dënuar i Allahut e dënuar Allahut. Ku e di ti se është i dënuar? Po çfarë themi? Po i gjot do ta thosh. O do të thosh i dënuar ose do të thosh i mëshiruar. Ne muslimanët besojmë se çdo njeri që vdes si musliman Allahu ka për ta mëshiruar. Pse shkomenja ke e keqja, gjithë jetë ke më keqja mundësi që mund të ekzistojë. Para 10 ditësh kam bërë një operacion syrin dhe kam bërë transplant della kornea, quhet këtu në Itali, domethënë është një kornea e syrit që e kanë zëvendësuar me korneën time të syrit nga një person i cili ka ndruar jetë. A është halal? Po ti e ke bërë tani, na kishe pyet para operacionit. A e ke bërë tani?
të shkoft mbar, e mirë, ka ikë muhabeti tani. Na i kishte bërë pyetjen para operacionit do thoshim halal, lejohet. Edhe para operacionit, edhe mas operacionit. Kështu që rri i qetë ose rri e qetë. Lejohet, nuk ka asnjë problemi fetarisht. A kam të saktë namaz zabat nëse ja kam nisë me u fal 15 minuta para lindjes diellit? Të saktë që të shkeme të, madje je për evlijave, inshallah. 15 minuta para lindjes diellit je në top list. Alhamdulillah, mashallah, të barakallah. Hoxh, më trego të lutem. Hajde, çfarë do të na kërkoj ky zotnia ose zonja e nderuar? A është e vërtet kjo se e dëgjova një hoxh që tha ditën e Bajramit më thën 300 herë Subhanallahu wa bihamdihi për të vdekurit tan. Shumë problem e folura pa dije. Ka njerëz të cilët çfarë lexojnë nëpër libra ja thon xhamatit. Çfarë lexojnë nëpër libra ja thon xhamatit, ndërkohë që nëpër libra ka gjëra të sakta, gjëra të dobta, gjëra të si më thënë që kanë transmetim autentik, gjëra që nuk kanë transmetim autentik. Ka njerëz janë si i thon arab me një fjalë të urtë, thot filani, pra X person është hatibul lejl. Hatibul lejl i thon atij që mbledh dru natën. Ai që mbledh dru natën, mbledh shkarpa, mbledh dru, merr të shtremtën, merr drejtën, merr të kalmën, merr të gjitha. Ka disa njerëz që i thon vetes hoxhallar, vishet ai me çall, me xhybe, e me mjekër të bukur, thotë që ky evlia e Allahut vetëm kur e shef në surrat. Kur e ngjall se çfarë thot, vetëm ose të dobta, transmetime, ose shumë të dobta, ose të shpikura, ose të shpifura. Si s'përmeni njeri gjota mamëllë. Kështu që larg këtyre njerëzve që janë drumbledhësi i natës, larg drumbledhësve të natës, edhe nëse vishen me xhybe, edhe nëse mbajnë çallë, edhe nëse duken masha Allah kur mbajnë ligjërata, larg këtyre njerëzve. Një mikja ime thot që një hoxh i ka thënë, hajde çfarë i ka thënë hoxha, bëj kurban para se të nisësh fëmin, sepse kjo dëshiron që të ketë çun. Ky hoxha duhet arrestu urgjentisht. Ose denoncu në polici ose në prokurori. Urgjentisht, sepse ky mashtron popullin. Edhe që e ka nona, ky t'jesh i sigurt se do të ketë lidhje me fermë ndelësh. Edhe ka bë kontratë me atë zotin e fermës që për çdo dash që do theret, do të marrën përqindjen time, se s'ka mundësi. Një njeri me dije nuk flet në këtë gjuhë. Kështë gjuhë e këtë, bë kurban para e ketë shumë të sigurt. Kështu që këta njerëz është sevap me i arrestu, është sevap i madh për Zotin. Po kush t'i arrestoj? Të vdeknit. Deshta me të pyet hoxh, po hajër, bismillah. A është haram me punu ditë në Kurban Bajramit, kthema të lutem? Nuk është haram me punu ditë në Kurban Bajramit. S'është haram. Dikush mund të jetë tregtar, dikush mund të punojë në funeral. Vdes dikush çfarë bëj ky ta lej sipër tokës? Se ka qellu Kurban Bajram. Kështu që çfarë lidhje ka e punë? Dikush e ka lënë me u martu për Kurban Bajram. Dikush ka restorant, dikush ka pastiqeri. Kështu që nuk ka lidhje tani ta kesh për këtë parasysh këtë përgjigje për vitin tjetër, se këtë vit e kalon me shnet, inshallah. Jam në Haxh dhe nesër nisemi për Mina. Shumë mirë, mashallah. Do të thonë është bërë para disa ditë kjo pyetje. Atëherë para cili është gjykimi për qëndrimin në Mina? Urdhëro? Tha, cili është gjykimi për qëndrimin në Mina? Qëndrimi në Mina është dy raste. Para Arafatit dhe mbasi kthehemi nga Arafati mas Muzdelife, pra me datën 8 Dhulhixhe, se me 9 është Arafati,
edhe me datën 10, 11 dhe 12 dhe 13. Gjykimi i qëndrimit në Arafat me datë 8 Dhulhixhe është sunet i fortë. Sunet i fortë do më thonë se duhet bërë. Jo si që bëjnë disa nga këto agjensitë e haxhit apo komunitetet fetare fatkeqësisht të haxhit, që haxhit nuk i çojnë fare në Mina ditën e 8. Përse? Është sunet. Çfarë bëjnë? I çojnë në Arafat nesërmen. Këta që po mos t'i falësh i herë sunetet e drekës në xhami, të del emrin në të gjitha mediat se kalon sunetet e Muhammed Mustafas. Por ti më çfarë të mund ti lën një sunet që bëhet një herë në jetë. Dhe ai haxhiu e ka paguajt me qimet e kokës atë haxh. Dhe ti nuk lejon të zbatoj një sunet që s'ka mundësi ta bëjë më vitin tjetër, as vitin tjetër, as vitin tjetër, as vitin tjetër. Kjo tregon se këta e njerëz pazarxhi. Su vjen zor, s'kan frikë Zotin. Haxhiu ja ka besu haxhin e tij kompanisë apo institucionit që organizon haxhin. Ai as s'ja përmend fare Minan hiç. Me 9 Dhulhixhe çon Arafat direkt. Po Mina jam rom sunet. Çdo thot fjala sunet se duhet bërë, se është sevapi madh me e bërë. Sunet haxhi që njëri sa herë shkon haxh në jetën e tij. Zakonisht një herë shkon muslimoni në haxh. Dhe ti e privon nga ky sunet që bëhet një herë në jetë, e bën si telefoni prish. Nëse i çuni i ri që s'merr vesh sa pa shtillestar në xhami, fal vetëm farzën dhe ikën, na kanë pru fe tjetër, feja atyne, feja këtyne, na kanë prish fenë e traditës e të parëve. Matrapaz njerëz. Dhe qëndrimin Mina mbas kthimit nga Arafati, që është natën e Bajramit, 10, 11, 12 dhe 13. Qëndrimi në 3 netët e para, pra 10, 11, 12 është vajib në mendimin e shumicës së dietarëve të Islamit. Ka një mendim, në një nga mëdhëbet që thotë është sunet. Dhe brenda këtij mëdhëbi thotë kështu, një mendim, një dietar shqiptar brenda këtij mëdhëbi thotë sunet i fortë që më katon kush e lën. Pra edhe ky mendim i bie që të jetë si mendimi i xhumhurit. Mirë po këta që si friksohen Zotit, i çojnë njerëzit në Arafat dhe i çojnë njerëzit në hotel. Ku është Minaja? Sunet. Edhe kjo më të vërtetë është e ulët, dhe kjo më të vërtetë është e turpshme, dhe unë e kam bërë disa herë, po përfitoj prapë nga rasti që t'ju bëj thirrje, që të friksohen Zotit dhe mos të lozin me haxhit. Haxhit janë në rregull, pasha Allahun, dhe haxhit janë në rregull. Pasha Allahun, haxhit me Zotin janë në rregull. Se gjitha gjunohat u abajnë ata të cilët lozin me ta. Por haxhit nuk duhet heshtin. Dhe duhet kërkojnë të drejtën e tyre dhe duhet thonë, ne jemi me mendimin dhe me medhebin që është obligim. Dhe duam të shkojmë Mina. Nuk po ju themi hajdni me ne, ama ne duhet shkojmë çadër, na gjeni çadër. Dhe nuk duhet tolerojnë haxhit për këtë gjë. Nëse haxhiu beson se është sunet, prap duhet shkojë. Edhe nëse kompania beson se vajtja prap është sunet, duhet i çojë haxhit. Nëse institucioni fetar beson se vajtja në Mina mbrapa është sunet, duhet i çojë haxhit. Se haxhit një herë një jetë vinë me bo haxhin, nuk vinë vit për vit. E t'i friksohen Allahu xhelalu, e të kenë turp Allahun, të kenë frikë Allahun. T'u alejojnë njerëzve të shkojnë në Mina, unë nuk po them që ata të shkojnë, se s'duan që ta prishin rehatin e tyre dhe qetësinë e tyre, por njerëzit duhet të kenë kushtet për të vajtur në Mina.
për të lavdruar fakti që komuniteti musliman shqiptar, në rastin e haxhive shqiptar, u krijon mundësi si për datën 8 Dhulhixhe, haxhit shqiptar kanë çadrën e tyre dhe shkojnë në Mina, po edhe për 10, 11, 12, që është vaxhib sipas një mendimi apo sunnet sipas mendimit tjetër, prap haxhive shqiptar ju krijohet mundësia për të qëndruar në çadrat e haxhit, ndërsa qëndrimi në Mina natën e 13 është sunnet. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. Kush ngutet për 2 ditë, s'ka mëkat, dhe kush qëndron e vonon, s'ka mëkat. Vetë pejgamberi sa ka qëndruar sa ditë? 3 ditë. 3 ditë përveç ditës së Kurban Bayramit. Pra suneti është 30. 3, pra 2 që është vaxhib edhe 1 3, përveç natës së Kurban Bayramit, ndërsa edhe tek ata që thonë është sunet 3 ditë e para edhe dita tjetër. Cili është gjykimi i përdorimit të sapunit, i cili ka aromë në kohën e ihramit? Dhe rrezikojmë haxhin nëse lajmë duart me sapun që ka aromë. Mendimi më i saktë i dietarëve është që lejohet, sepse sapuni nuk është aromatizues në vetvete. Pra aroma tek sapuni është teber, është, si më thënë, si ta themi shqip, është pasuese dhe nuk është origjin. Di si ta përshtash në shqip. Pra nuk është qëllim në vetvete. Pra dikush kur do mu parfumos, lahet me sapun, çfarë bën? Ka forma të tjera për të parfumos. Sapuni nuk është kaq që për qëllim parfumosin, por ka për qëllim larjen dhe kanë, si më thonë, aromatizuar diçka, kështu që mendimi më i saktë është që lejohet dhe s'ka asnjë lloj detyrimi apo obligimi ndaj haxhiut, nëse e përdor, apo si prishet apo s'ka problem. A falet Bajramin në shtëpi pasi jetoj jashtë dhe këtu nuk ka xhami? Bajrami duhet fal në grup dhe në bashkësi. Por ka një hadith që kujt i ikën Bajrami pa fal, ta fali 2 rekat nafile në shtëpinë e tij. Or u bë gati njeriu i ikur Bajrami, sa Bajrami falet në kohë fikse. Atëherë thotë le ta falë 2 rekat nafile në shtëpinë e tij, pra nuk ka problem, aty që ikën. Edhe rasti kur thotë ky për shembull, jam në një vend që s'falet Bajram, atëherë le të falë 2 rekat. Po mirë është që më kërku, se unë besoj se s'ka qytet në botë që mos të ketë musliman. Po thjesht ky nuk e din. Shumë ndodhi një rast në Itali, tha i vllai u bë kota që s'fal xhumanta se s'ka xhami. Tash si s'ka xhami? Foto aty në Google dhe shkruaj Moskë e 1000, gjeti 4 xhamia. 4 xhamia që ishin aty rreth e përqark. Aleikum selam. Rahmetullah. Mirë. Po. Mashallah, si ke emrin? Ammar. Jam çuni Eduard Shtrez. Mashallah, Allahu trujt. Pra ne që ke ka që i bukur ti? Mashallah. Atëherë vazhdojmë me pyetjen e radhës, thot me cilin aplikacion, nga cili drejtim duhet pozicionohemi për të falur namazin? Ne këtej Shqipëria, Evropa e kemi juglindje. Juglindje. Ka, elhamdulillah, sot ka aplikacione që futu për shembull në Google dhe shkruaj find kibla që i bëlla, kërkoj kiblën edhe ta jep me foto videos. Pra është lehtësu shumë situata. Ose këto aplikacionet e namazit, për pothuajse të gjitha e kanë. Ne për shembull Shqipëria kemi nga 125 tek 150. Secila nga këto pikat në busull quhet okay, domethënë nuk ka asnjë problem. Ka rasti se fal do xhuman si për shembull sot, sepse ishim në provim në atë orar. S'ka asgjë, e fal drek ke shtëpia, nuk ka problem. Përderisa ke qenë angazhuar me diçka që s'e liruar dot, e fal namaz dreke kur të shkosh në shtëpi.
Duke e lyer flokët gjyshes, më është bërë dora me boj, a ka problem për namazin? Pra kam për qëllim abdesin. Ishte boj dhe jo këna, s'ka asë dhe problemi. Asë një lloj problemi. Stresi, zero. O hoxh, thotë herë në parë më tradhtoi bashorti, por e falem, ndërsa këtë herë edhe pse jam shtatzën me të, ai e bëri përsëri, e pranoi dhe më tha që do më kishte thënë, por pasi unë të kisha lindur që mos të stresohesha. Allahu mustaan. Hajër inshallah. Çfarë themi në tilla raste? Me e këshillu. Me e këshillu. Nëse robi pendohet, Zoti e falit. Unë nuk jam që të shkatërrojnë familjen. Pra edhe se kur t'ishte gabimi nga krau tjetër, do thosha, nëse është pendu, me e falë për hatër të Zotit. Pastaj për hatër të familjes e fëmijëve kështu me radhë. Me pa mundësi të presim një kurban e ta dërgojmë tek familje që ka nevojë, a shkon për kurban nëse dërgoj tek një familje me jetima 150 euro, pra a më njëjtë si kurban, nëse dërgoj vetëm parat? Nëse i thua atyre që bëni kurban me këto 150 euro, po. Ama nëse ti thua jo, keni këto 150 euro për të hangër petlla, ose për të dalë në ekskursion, nuk quhet kurban dhe jeni mëkatar. Thot, jam nënë 3 fëmijëve, kam pas prova me burrin tim, thot, ai është i smur psikikisht, pra është smurur psikikisht, dhe gjithmonë na rrihte dhe na nxirrte nga shtëpia. Pastaj pendohej, nuk da bënte, pastaj përsëriste prap, e Zoti më dha dhe 2 fëmijë të tjerë. Fëmijët thotë janë rritur, elhamdulillah, burri tani është qetësu dhe shpresoj që do të përmirësohet akoma dhe më shumë. Sepse edhe ai vetë është penduar për atë që ka bërë, se ka qenë gabim. Unë e thash këtë se njerëzit nguten në situata të tilla dhe ti këshillosh që të durojnë, se inshallah Zoti i rregullon punët, më mirë me duru se sa ti lësh fëmijët jetima me babën gjallë. Mashallah, mashallah. Zoti e shpërbleft këtë motër për durimin që ka treguar edhe për historinë që solli këtu. Bravo qoftë. Ka duru. Elhamdulillah, dhe tani është shuru, e ka kuptuar gabimin dhe i jeta vazhdon. Mashallah, mashallah. Nëse një orë që fryn ujë të kërkon emrat e prindërve, a bën që të shkojmë tek ai? Në asnjë mënyrë. Në asnjë mënyrë, se është nona. Është nona e muhabetit. Ky të fik derën, ky të merr peng gjithë jetën. Të lëshon ushtritë e shejtanëve, drejqinëve, e rrin gjithë jetën në ajër. Kështu që larg këtyre njerëzve, larg këtyre njerëzve. A lejo që lekët e kurbanit japim vllajt të burrit që ta pres ai kurbanin me niyetin për ne, edhe pse mishin mund ta mbajë ai për veten, nga që ne jemi shumë larg, lejohet, nuk ka asnjë problem fetarisht. Në këto lloj situata, sidomos vëllezërit që janë në Evropë, ka tolerancë. Si merret gusli, kam hulumtuar, po më kanë dalë rezultate të ndryshme. Gusli është shumë i thjeshtë. Ujë në gojë dhe në hund, laj gjithë trupin. Quhet se ke bërë gusl. Ose lan auretin, merr abdes, lan kokën 3 herë, pastaj lan pjesën e djathtë të trupit, pastaj pjesën e majtë të trupit, pastaj lan këmbën. Ky është gusli sipas sunetit. Pastaj përdor shampo, sapun, bëj çardush, ose përdor shampo, sapun, çardush, pastaj bëj këtë në fund fare. Pra o bëj këtë në fillim dhe quhesh me gusl, pastaj përdor çardush për larje, ose bëj të kundërtën, lau si dush, pastaj në fund fare ujë ngojë në hund, gjithë trupin, quhesh me gusl. Ose auretin, gusl, abdesin, kokën 3 herë, djathtën të majtën pjesë të trupit, pastaj këmbët dhe je okay. Këto pyetje i kam marrë kur isha në Londër, jo këtë herë, por herën e kaluar, po u premtova se nëse s'kishim kohë, do t'i lexojmë tash atje. Cila është mënyra më e mirë me u martu si djalë i ri? A do të marrë në konsiderat
shumë edhe traditat tona si shqiptar, po, është mirë me i morë në konsiderat traditat, në mënyrë që mos të ketë konflikte, debate e gjëra. S'ka gjë, përderisa i në kohën e zgjedhjes, për zgjedhjes, po, le të merren në konsiderat, le të shihen ca gjëra që nuk janë ekstremizma, si ato që thanë, a lejohet më u martu me një gocë që është nga fshati i dajve të nonës. O zoti më çfarë bëhet, nga fshati i dajve të nonës, kështu që janë ca tradita që janë okej, të pranueshme, dhe janë ca tradita që janë futja vrapit. A ka në problem nëse të zënë gjumi duke të gjuar Kur'an shqip? Asi problem s'ka, je mashallah, për evlijave inshallah. Shpesh herë bie në fjalë kufri në shqip ose në anglisht. Çfarë gjykimi ka personi në këtë rast dhe si duhet pendohet? Duhet të jetë shumë i kujdesshëm njeriu. Një fjalë që si kushton rëndësi, mund bëhet sebeb që dënohesh në xhenem. Kështu që njeriu duhet të jetë shumë i kujdesshëm. Ç'është kjo punë? S'është kjo shaka, nuk është lojë. Kësaj thonë me dalë prej feje dhe me hyrë në fe, për i llavë goje. Njeriu duhet të jetë shumë i kujdesshëm. Për këtë arsye në hadithin e Muadhit radhiyallahu ta'ala çfarë tha? Nuk i zhyt njerëzit në zjarr xhenemit më shumti se sa që zhyt shkaku i korjeve të gjuhës. Gjuha është problem shumë i madh. Pra njeriu duhet pendohet dhe duhet të jetë shumë i kujdesshëm. Dikush e ka pasionin ke pushteti, dikush e ka pasionin tek paraja, dikush e ka pasionin tek fama, dikush e ka pasionin tek femra, dikush e ka pasionin tek epshi, dikush e ka pasionin tek si pushon, me ka këtë çon xhenem. Allahu më. Kam dëgjuar në rrjetet sociale se namazi i yacis lejohet shtyhet para sunet deri para gjumit. Po nëse ky tipi flej gjum nga ora 3 natës, s'ka kështu syneti, nuk ekziston ky lloj syneti. Po yacia është mirë të shtyhet kur shifet gjendja e besimtarëve. Nëse gjendja e besimtarëve është që ta shtym, siç ka qenë në kohën e zamanit, njerëzit punojshin nëpër ara e tjerë, dhe po ta falshin yacin kohë fiks, ju ikte xhamati. Atëherë vonohej yacia i orë për shembull, që njerëzit mbledheshin nga arat, mbledheshin nga bujqësia, mbledheshin nga blegtoria, të falshin yacin me xhamat. Ose e kundërta, nëse shkon vonë yacia, llogaritet koha fikse e yacis, siç e bëjmë ne tani, 1 orë gjys, dhe e falin sa më shpejt që tjetë e mundur, që mos t'i lodhin njerëzit dhe mos t'i vonojnë. Po jo para gjumit, sepse fjala para gjumit është mund të kaloj deri në ekstrem. Dikush flen gjumë në orën 2, 3. I vjeshin me falja cina i zonë, ja, kësë është prej sunetit. Çdo ditë të premte lexoj surën Kehf, po është gjuna nëse lexojmë surën deri tek ajeti 50, ndërpresim dhe vazhdojmë pastaj përsëri? Jo, s'është gjuna, lejohet. Lejohet që suratul El-Kehf të lexohet në shkëputje, nuk ka asnjë lloj problemi. Mishin e kurban Bajramit, a mund ta ndajmë te komshit musliman dhe me punëtorët e burrit për sadaka? Jemi në Belgjik dhe s'njohim familje të varfër. Mishi i kurbanit ka tolerancë ekstreme. Mund të jepet edhe jo besimtarëve. Mund të jepet edhe atyre që janë pasur. Sa problem jepi pjesë kurbanit, s'ka lidhje. Nuk ka lidhje fetarisht. Ja, edhe reja e fundit. Nuk e dia ka pas e kap, po. Shirje, fokusoj. Kjo po thot, ka dal një faqe, Vasilika, pas ka emri faqe. E po na thot kjo Vasilika, që kemi thënë për motrat muslimane, a mënmi Vasilika, a mënmi Vasilika, këtë fillu edhe ti me thonë fetva, se në kënoqen ato, në kënoqen ato tjera që japin fetva, pas e dalë dhe Vasilika me thonë fetva. Thot Vasilika, thot,
thojnë për motrat besimtare, se halli madh. I thuni Vasilikës, edhe motrës Vasilikës, që jo, në islam nuk ka thonjë. Nuk ka thonjë. Ka thonjë që i ka kriju Zoti, edhe këty në ju bëhet bizmet. Ndërsa ato të tjerët, jo, nuk funksionon si mas islam. I përcjell gjatë në YouTube, thotë në Instagram, me kudo, në rrjetet sociale. Allah shpëlbeft, inshallah s'ka mërzit. Mas 18 vitesh Zoti më ka gëzuar me 2 binjak, mashallah, tabarakallah, një vajzë dhe një djalë. Dhe kam dëgjuar që duhet të thërë kurban, 2 për djalë dhe 1 për vajzë. A është kjo e vërtet? Po, vëlla, është e vërtet. Zoti ju dhon të ymër aty në 2 habibave të vegjël, e i bof të bekum, qofshin bekim për ju dhe për familjen tuaj dhe për ummetin e Muhamedit, alayhi salatu wassalam. Po, është e vërtet. Për çunin do të thërësh 2 kurban dhe për gocën 1 kurban. Si të kam thot aje mirë, elhamdulillah, shishur Zotit mirë. Desha me të pis, pra pys, thot, natën e Bajramit gjithë fshati gatun petlla, pra petulla. Dhe shkojnë tek varrezat, petullat i marrin me vete, dhe kur kthehen nga varrezat u japin njerëzve rrugës për shpirtrat atyre që kanë ndruar jetë. Do doja për personit që ka bo pyetjen të na e tregoj ku vend ndodh ky muhabet. Se për hallën e kishim gjune që në hall për shpirtat e të vdekur. Po petlla, kjo e petllave ta hiq ka petllën. E rëndësishme nuk ekziston kjo gjë në Islam, është bidat, sajes, inshallah nuk kalon në shkallën e besytnis. Inshallah nuk kalon në shkallën e besytnis. Më ndodhi kjo situatë në Ohër, hajde ta shohim. Unë jam i ri në Islam, nga që kam mësuar Islamin këtu në Shqipëri, mbasi mbaron El Fatiha, thash amin me Zot lart. Imami e ndërpreu namazin, edhe u kthy nga unë, edhe gati sa nuk më nxorri nga xhamia. Nuk më kishte ndodhur ndonjëherë një situatë e tillë, ndjeva shumë keq. Nuk e di a është normale kjo apo e kam unë faje. Ka edhe kështu imamësh në historinë e njerëzimit. Ka edhe kështu imamësh. Subhanallah. Këta njerëz duhen denoncuar, mundësisht vllajt na japi emrin e xhamisë, na japi emrin e imamit, se ndoshta me shihati atje merr masa ndaj tyre dhe i arreston ose i denoncon ose i heq për imamllikut, sepse është e vërtetë që në mëdhëbin Hanefi nuk ngrihet zëri kur thuhet wala dallin, pra thuhet amin në Zot ulët, por kjo nuk do të thotë që ky alien imami të ndërpresi namazin pse dikush tha amin, e ta qortojë ta vej përpara synit njerëzve, t'i flasi rëndet. Ky vetëm imam nuk është, pasha Allahun që nuk ka zot tjetër përveç tij. Vetëm imam nuk është. Njerëz që imamllikut i kanë rënë në qafë, njerëz që duan të krijojnë autoritet, nga që nuk di çfarë them vallahi për Zotin. Këty nuk intereson se njeriu është për herë të parë në xhami, apo kështu e ka pa në televizor që thuhet amin. S'janë nuk futen fare në rangun e njeriut. Pra imam që akoma nuk arrit në shkallën e njeriut, njerëzorës, urdhno, ky rast. Do të dëshiroja shumë për këtij vllaj që ka bërë pyetjen, pa e dëgjej këtë tani se vin 800-900 pyetje në ditë, ta gjesh këtë që ka bërë pyetjen. E rëndësishme, do të dëshiroja shumë për tij që të na e thot emrin e xhamisë, edhe mundësisht pyesi për emrin e imamit, a është imam i rregullt, apo ka qellu si karkalec atë ditë, është fut imam atë ditë, e me që ka hyrë imam atë ditë, ka dash tregoj që me zeb janë e fi këtu s'lon kush për me zebit. Ka dash tregoj autoritetin që i ka munguar gjithë jetën, që ndoshta se gjen ke fëmia vet. Ndoshta fëmia i tij nuk falet, pasha Allahun. Ndoshta fëmia e tij nuk falet, edhe tërfëllen
nxjerrin natë tek fëmijët e muslimanëve, tek rinia muslimane. Ta janë të pacip, turp të kenë, pasha Allah. Turp të kenë për pozicionin që ju ka falë Zotit dhe amanet që ju ka falë Zotit dhe sillen në këtë formë çnjerëzore. Kam lexuar edhe më parë Kur'an, por s'po më kujtohet gjaku në baktis, përse nuk e pin toka? Pra nuk thahet në tokë, por rrin sipër tokës. O Zoti, ku e ke gjetë të në Kur'an, të falë Allah? Ku ekziston kjo në Kur'an, por i dënë parë Zoti? Po është normale që gjaku i kurbanit, duke qenë se është i trash, rri si pelte dhe tha si pelte sipër tokës, si ta thithi toka. Ai nuk është ujë që ta thithi toka. Është normale që gjaku i kurbanit vjen një moment që tha dhe qëndron si pelte. Po kjo nuk do të thotë se është një mrekulli aty, është diçka shumë e veçantë që vetëm gjaku i kurbanit, edhe gjaku i gomarit, po ta therrësh, i njëjti muhabet është gjaku kalit, gjaku çan të njerëz burrë. Ka i gjejnë këto, nga i gjejnë. I shkatroi TikToku njerëzit, i degeneroi për Zotin. Mendërisht TikToku po i nxjerr njerëzit jashtë çdo trajektorie. Për Zotin TikToku, vallahi bilaj, për Zotin, po i nxjerr njerëzit jashtë çdo lloj trajektorie, që të thon traktori, jashtë çdo lloj trajektorie logjike. Kam lexuar Kur'an thotë se mishin në kurbanit nuk e thith toka. Ka i mrekullia, ka i gjonë të i Zotin, la ilahe. Avash. Edhe gjaku i xhamës është shumë i tokë. Ai gjaku i xhamës është për t'i olli që kripsi. Problemi është thotë se unë nuk dua një fëmijë të ka përmend shifrën, që mos të ketë debat pyetja ime. Ndërsa burri thot du fëmijë. Fjala e kujt shkon në vend, e imi apo e burrit? E burrit normalisht. Burri normalisht. Përderisa burri do fëmijë dhe ti duhet përshtatesh. Normalisht që duhet të ketë mirë kuptim, unë nuk po them që burri kërkoj fëmijë vit për shembull, e dëmtohet femra normalisht. Po që nëse janë koha normale, nëse janë kushtet normale, përse mos të kërkoj fëmijë? Është drejta e tij absolute që të kërkoj fëmijë. Dhe gruaja në këtë rast duhet bindet nëse nuk e dëmton. Ama jo thotë unë s'du fëmijë, thotë se më prishin linjat. Inshallah të prishin flokët. Po në një sulfaqeri, suflaqeri, dhe më tonë vend ku bojnë suflaqet. Në Greqi thotë sezonale, dhe kur i bie me fal akshamin këtu ke puna, duhet ta fal në një magazin. Dhe aty këto ku falet më shohin punëtorët. A ka ndonjë problem? Jo, s'ka asnjë problemi, çfarë falet ti, vetëm falu, stresit zero. Kur është ndërtuar shtëpia jon kanë futur një kokë dashin në themel. Tani mami, unë dhe vllai jemi të udhëzuar në fenë islame, ndërsa të tjerët jo. Dhe duam ta dimë nëse marrim gjuna dhe a mund të jetë arsye kjo që në shtëpinë tonë të ketë sherrë për shkak të kokës së dashit? Jo, i çfarë, s'ka lidhje koka dashit. Ka lidhje koka juaj, po jo koka dashit. Kështu që s'ka lidhje fare me kokën e dashit ky muhabet. Normalisht që vënia e kokës dashit në themel është shirk, ose therrja e gjakut në themel është shirk, nuk lejohet në islam. Por kjo nuk do thotë që ka pasoja. As nuk duhet për shtëpia, as nuk duhet nxjerr koka mas 20 vjeç apo 30 vjeç që është bërë shtëpia. Ajo koka është bërë beton tani, mos e vrit mendin. Kështu që s'ka pasoje. Efekte anësore zero. Dëgjova një postim që ti kishe bërë dhe thoshe. Hajde, çka kam thonë?
që burri i shtëpisë që do bëj një kurban nuk duhet i presi as flokët as tojnë 10 ditë para Kurban Bayramit. Unë nuk e dija këtë gjë dhe kam prerë flokët. A më quhet kurbani? Quhet, mos e prit mendin. Quhet kurbani, je në rregull. A më lejo të bëj vesh operacion pasi vjen në vështirësi kur jam me dikë afër, ose kur dal më pengojnë shumë? Lejo, nëse është kaq shqetësuese, fetarisht lejohet, nuk ka problem. Çfarë mundesh me i kënutë së murit kur duket që është afër vdekjes? Sura nga Kurani me bë dua El-Fatihaja, suratu Yasin, pëlqejët. A lejohet që t'i japësh gji bebës së dikujt tjetër se po më thonë të ecën ters? Jo, më jipi gji, s'ka problem, se vapësh. Por nëse jep gji më shumë se 5 herë, këta fëmijët, ky fëmija quhet vlla gjiri me fëmijët e tuaj, ose kjo goca quhet motër gjiri me fëmijët e tuaj. Pra nëse ky fëmija pin 5 herë e lartë gji tek ti, quhet vlla i fëmijëve të tuaj ose motër e fëmijëve të tuaj. Dhe fëmijët e tuaj e kanë atë vlla gjiri ose fëmijët e tuaj e kanë atë, pra nëse është vajzë, motër gjiri. Çfarë do thotë motër gjiri ose vlla gjiri? Nuk lejohet martesa, konsiderohet mahrem, lejohet udhtimi me të, s'është obligim me u mbulu përpara tij. Po kështu edhe me babain, pra ka nën gjiri, vlla gjiri, motër gjiri dhe baba gjiri. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, yahrumu min ar-rada'ati ma yahrumu min an-nasab. Shejtërohet nga gjiri çfarë shejtërohet nga gjaku. Pra, të njëjtin funksion siç bën gjaku në raportet e jetës, të njëjtën gjë e bën edhe gjiri, po kushti i gjirit i cili është, duhet të jetë 5 herë e lartë dhe duhet të jetë në kohën kur fëmia nuk ushqehet. Duhet të jetë në kohën kur fëmia nuk ushqehet. E kam një pyetje që më duket e çuditshme, jo mos ka pyetje të çuditshme se pyetjet i bëjnë njerëzit që duan me ditë, s'ka problem. Ato burrat që gjuhen harç, ku shkojnë? Vallai nuk e di për zotin. Po e sigurt që i morin, i çojnë diku edhe i sjellin ditën tjetër prapë. Po ignoranca në lidhje me këtë pyetje nuk të dëmton. Pra edhe po se dite, nuk dënohesh në botë tjetër, pse se ke ditë se ku shkojnë gurët që gjuhet shejtan. Kështu që rri qetë, stresit zero.